Sistemi i aplikimit për kryerjen e analizave në sistemin shëndetësor, qytetarët në shumë raste duhet të presin me muaj për kryerjen e tyre. Një fakt i tillë, referuar edhe kësaj problematike, çon në idenë se tashmë kryerja e check-upit duhet të zgjerojë fashën e moshës. Mjeku Arben Xhuveli konfirmon se check-upi është një nga sistemet më të mira në shëndetësi, por ajo çfarë duhet dhe mund të ndryshojë është mosha, duke e çuar atë mbi fashën 70 vjeç. Check-upi tashmë është kthyer në një shërbim tradit, të themi. Njerëzit janë shumë njerëz tani, nuk në fillim kemi pas atë fazë që ne njoftonim njerëzit e kështu. Tani është bërë vërtet një traditë e njerëzit, është një traditë që është mirë që të vazhdoj. Është diskutuar ka vite në fakt që diskutohet kjo çështja e shtyrisë ndryshimit të moshës, të themi, për kaluar nga mosha 70 vjeçe në një moshë deri më të lartë ose ndoshta për gjithë jetën, nuk e di, ajo është çështje e diskutojnë ata që merren me këto çështje. Po mendoj se është shumë e rëndësishme që të minimalisht të shtyhet afati i saj, mos jetë një mosha 70 vjeç, një moshë limit për kryen e check-upit. Ndoshta 80 vjeç, ndoshta deri në fund të jetës, të gjithë ta kenë të drejtë për kryen e një check-upi vjetor, do ishte për mendimin tim shumë gjë mirë. Shko, ka problematika edhe për faktin se edhe vetë sistemi i referimit në poliklinik të analiza pacientët ka pas vonesa për arsye nga më të ndryshmet, dhe ka bërë që shumë të moshuar na drejtojnë neve, na thonë doktor mund ta bëj check-upin, dhe ne ju themi jo, nuk mund ta bëni check-upin, pasi ju check-upi ka këtë moshë caktuar. Ndaj thash do ishte shumë mirë që të ishte të përfshijë në këtë grup moshë të përfshijë, do ishte gjë shumë pozitive, edhe për faktin tjetër se sot popullata bëhet kryesisht në kjo grup moshë. Tani ne dim në Shqipëria tani apo gjithë bota tani po plakje e popullsisë, gjëra të kësaj natyre, dhe kjo është ajo grup mosha me të cilët ne punojmë, na lidh më shumë puna dhe mendojmë se e kanë vërtet të nevojshme. Check-upi dhe ndryshimi i fashës së moshës është një kërkesë edhe nga vetë qytetarët, ndërsa referuar kërkesave të shumta, pritet që kryerja e check-upit të shkojë mbi moshën 70 vjeç, që është deri më tashmë dhe kufiri i vendosur në sistemin e shëndetësisë.